Për të përgatitur tiramisu është shumë e lehtë nga që mendoni. Një e verdh veze, 20 gram sheqer. Mua më pëlqen t'i shtoj pak kalua, por këtë hap edhe mund ta shmang. Tani do ta rrajmë derisa përzierja të marrë ngjyrë të hapur. Shikoni si është bërë, sheqeri ka shkrirë pothuajse plotësisht edhe ka marrë ngjyrë të hapur. Në këtë moment i shtojmë 170 gram mascarpone. Unë e shërbej në një gotë të tillë, po fare mirë mund ta shërbejmë në çdo enë tjetër të thellë. Vendosim pak në fund të gotës. Këtu kemi kafe ekspres të cilën e kemi ftohur. Do zhysim lehtë biskotat savajardit e kafja dhe do t'i vendosim mbi krem. Një nga një që të mos qyllosen shumë. Një shtresë të dytë kremi tani dhe pastaj përsëri biskota. Në fund e mbulojmë të gjithën me krem. Në fund fare mbulojmë me një shtresë të lehtë kakao. Ja ta provojmë tani. Një tiramisu për e vërteti që e ka hak emrin që ka.